I mori armën efektivit dhe qëlloi gjatë transportimit plagoset polici 20 vjeçar në Kuçov. Një ngjarje rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në Kuçov, ku një 45 vjeçar i shoqëruar nga policia ka plagosur me armën e shërbimit një efektiv gjatë transportimit drejt komisariatit. Sipas informacionit paraprak, rreth orës 19 shtetasi me inicialet ZS, banues në Kuçov dhe i dyshuar për prishje të qetësisë publike, ka kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë shoqërimit nga komisariati Fierit drejt komisariatit Kuçovës. Gjatë konfliktit ai ka marrë armën e shërbimit efektivit atë 20 vjeç, duke e plagosur. Policia ndërhyri menjëherë duke neutralizuar autorin dhe duke i rimarrë armën, ndërsa efektivi plagosur u dërgua në spital ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit fizik ndaj 45 vjeçarit, policia gjeti të fshehur në trup dhe një sasi të dyshuar lëndë narkotike kokainë. Për zbardhjen e plotë të ngjarjes pohetojnë grupi hetimor dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë. Njoftimi policisë Kuçov. Informacion paraprak, rreth orës 19, shërbimet e komisariatit policisë Kuçov po kryenin shoqërimin e shtetasit ZS 45 vjeç banues në Kuçov nga komisariati i policisë Fier drejt ambienteve të komisariatit policisë Kuçov, i dyshuar për veprën penale prishje e qetësisë publike. Gjatë shoqërimit shtetasi ZS është konfliktuar me punojësin e policisë, shtetasin atë 20 vjeç, dhe gjatë konfliktit i ka marrë armën e shërbimit punojësit policisë dhe ka plagosur. Patrulla e policisë e ka neutralizuar dhe i ka marrë armën shtetasit ZS, ndërsa punojësi policisë është transportuar për ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën të fshehur në trup një sasi lënde narkotike të dyshuar kokainë. Grupi hetimor dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë po vijojnë punën për sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes dhe të verifikuar zbatimin e procedurave standarde të shoqërimit personave nga ana e patrullës së policisë.